Të nderuara media, të nderuar qytetarë të Gostivarit, shpallëm këtë preskonferencë sot me të vetmin qëllim që qytetarët të informojmë me të gjithë rrjedhat deri tani me situatën e krijuar në komunën tonë. Fillimisht me propozimin tim aktivizuam shtabin e krizës për shkak të shpalljes së epidemisë. Shtabi i krizës do të formohet me të gjithë institucionet relevante të cilat janë pjesë e sistemit dhe me të cilat do të bashkëpunojmë me të vetmin qëllim që sa më lehtë të kalojmë situatën e krijuar në qytetin tonë. Gjithashtu sot Këshilli Komunal do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme ku gjithsesi do të bisedohet për situatën e krijuar, por edhe do të sillen vendime për ndihmë qytetarëve të cilët ballafaqohen me problemet të cilët i ka kriju kjo situatë. Gjithashtu do të shpallim publikisht edhe një numër kontakti në të cilën qytetarët tanë pleq dhe ato të cilët nuk kanë mundësi të dalin, do të ketë ekipe mobile të cilët do t'i shërbejnë ato me ujë dhe me gjëra tjera të nevojshme, me të vetmin qëllim që t'ua lehtësojmë funksionimin gjatë këtyre ditëve. Dua të përmendi se jemi në koordinim me të gjithë institucionet relevante dhe gjithsesi të hapur për bashkëpunim që të verifikohet e vërteta për këtë rast. Konform zhvillimeve do të merren edhe masat e nevojshme nga ana jonë si komunë. Në këtë moment mendoj që më e rëndësishme është shëndeti i qytetarëve tonë dhe apeloj që qytetarët tonë të gjithë të ndjekin masat të cilat janë dhënë deri tani. Me daljen e rezultateve, me njëherë do të fillon edhe intervenimi i pastrimit dhe dezinfektimit të gjithë rrjetit të ujësjelësit të qytetit tonë. Do të merren mostra të rregullta dhe të shpeshta, me të vetmin qëllim që në bashkëpunim me të gjithë institucionet relevante sa më shpejt t'ju sigurojmë ujë për përdorim për shfrytëzim të përditshëm qytetarëve tanë. Gjithashtu dua të shpreh falënderime të përzemërta për të gjithë kompanitë të cilat i dulën në ndihmë qytetarëve tanë, por gjithashtu dua të shpreh falënderim edhe për çdo thirrje nga kolegë kryetarë të komunave të cilët na kanë ofruar ndihmë nga pushteti qendror dhe nga të gjithë institucionet tjera të cilët janë pranë gostivarazve në këto momente. Mesazhi im për në fund do të jetë se kjo situatë duhet të jetë situatë e cila do të na bashkojë të gjithë gostivarazve dhe nuk duhet të shfrytëzohet situata e krijuar, por të gjithë së bashku ta tejkalojmë sa më lehtë dhe sa më shpejt.